Mirë mbrëma të dashur miqtë e mi, mirë mbrëma të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin tuaj të preferuar, në këto orë të parë të mëngjesit, për të ndarë një analizë, një lajm që në fakt po bën bujen edhe në përjetet sociale, por edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit. Një luftë e hapur mes Rogertit edhe Brikenës që ka nisur që natën e mbrëmshme. Tani, zënkat kanë të mirën e tyre. Apo mundohet Rogerti që të luaj një strategji brenda asaj shtëpie? Kam menduar sot gjatë gjithë ditës, kam analizuar gjatë gjithë ditës, dhe doja të sjell një konkluzionin tim. Pse në këtë zënk, pse në këtë debat, pse në këtë diskutim, nuk e shohim si një anë të mirë të medaljes. Do të thoni ju çfarë? Mos vall, Rogerti është duke bërë një analizë. Tani Rogerti, në një farë mënyre, e ka të bindshme që do t'jetë pjesë e finales së madhe. Për mirë për keq, do të thënë ai e ka të bindur në kokën e tij që në finalen e madhe do t'jetë. Se si ka arritur Rogerti që ta merr këtë konkluzionin ka shumë faktor. Fillimisht njëherë Rogerti mund të bëjë një analizë të thjeshtë, një matematik të thjeshtë, që i ka kaluar të gjitha televotimet brenda kësaj shtëpie dhe e thot me veten që unë jam shpallur si një banor, i mbështetur jashtë, pa marrë parasysh se çfarë karakteri unë kam treguar këtu brenda. Ai ka dhe një bindje se e njeh shumë mirë lojën, e di që edhe produksioni bën lëshime, dhe siç duket nuk është duke punuar për ta fuqizuar veten, për të nxjerrë të mirën e vetes që të shkon drejt finales së madhe. Por Rogerti është duke luajtur një lojë tjetër, një strategji që në fakt ka marrë komplet vëmendjen e audiencës tek ai dhe tek Brikena. Unë mendoj që Rogerti është duke analizuar dhe duke e vlerësuar vlerën e Brikenës, do thoni si. Tani, gjatë gjithë lojës, Rogerti i natet i ka patur me Mateon. Dhe ai është duke bërë një analizë, në finale do të shkojnë 4 banor. Brikena, në këtë kombinim, është më e rrezikuar që të jetë pjesë e finales së madhe. Dhe Rogerti thotë, njerëzit të cilët janë të goditur këto brenda, do të thënë janë të goditur brenda në shtëpi, janë të favorizuar jashtë. Dhe në këtë rast, unë do ta godas Brikenën pafund që jashtë ta favorizoj, që fansat e saj ta agresohen dhe Brikenën ta çojnë në finale dhe të mos të shkon Mateo. Do të thënë, Rogerti do ta bëj aq të vështirë atë rrugë, sa që Brikena nuk e kupton që këto goditje të cilat i ka marrë nga Rogerti këto ditë, që nga nata e mbrëmshme dhe vazhdon edhe ditën e sotme, sepse Rogerti e paralajmëroi, unë të presta të më godasësh edhe sonte, ja tha për mbrëm, edhe nesër gjatë ditës, edhe nesër gjatë natës, do të thënë të pres të më godasësh në tërësi. Dhe Brikena tani po bën këtë lëvizjen ku në këtë debat nuk merr pjesë Mateo. Do të thënë, Rogerti është duke i dhënë fuqinë Brikenës, që Brikena të del në prime sa më e komentuar, që prime të përflitet mes Rogertit dhe Brikenës, që Brikena të del e rëndësishme në shtëpi dhe Brikena të shkon në finale dhe Rogerti të heq Mateon. Do të thënë, Rogerti i përdori të gjitha mekanizmat kundër drejt Mateos, nuk arriti dot që në asnjë mënyrë të largoj Mateon nga loja, sepse Mateo ka një fanbase të gjerë dhe ka fansa jashtëzakonisht lartë që e mbështesin, dhe Rogerti, siç duket, është duke përdorur mekanizmën e viktimizimit. Dhe mekanizma e viktimizimit, në këtë rast, Brikena që nuk e kupton, mërzitet, stresohet, tensionohet, lëndohet. Rogerti e di shumë bukur se si komentohet kjo gjëja jashtë, nga që Rogerti e njeh këtë strategji, do të thënë e njeh lojën, ai po të mos e dinte nuk do ta bënte, por ai ka hyrë me bindje të prerë që unë ta bëj këtë gjën,
mendoj që është duke e ndihmuar që Brikena të nxjerrë veten e saj, që Brikena të nxjerrë tensionin e saj dhe të shkon drejt finales. Do me thënë, unë këtë nuk e shoh me thënë të drejtën sulm drejt Brikenës, sa e shoh sulm drejt Mateos, që Rogerti nesër nga shtëpia e Big Brotherit i thot Mateos që Mateo, ti ri atje jashtë, unë jam këtu brenda me gruan tënde ashtu siç e bëri me Gimbon dhe Selin. Unë mendoj që goditja pikërisht e Brikenës në këtë javë është një moment jashtëzakonisht i menduar nga Rogerti, sepse vetëm 2 ditë më parë, do të thënë Rogerti ishte ai djalë që kishte relatat jashtëzakonshme për Brikenën, kishte fjalë të bukura për Brikenën, kishte fjalë fantastike për Brikenën dhe pikërisht tani ky njeriu që i kishte të gjitha këto relatat, që i kishte të gjitha këto vlerësimet, që i kishte të gjitha këto ngritje kundër drejt Brikenës, pikërisht ky njeriu vendos dhe e godet Brikenën brenda kësaj shtëpie. Mua e tëra kjo më duket një lojë e mirë menduar e Rogertit që të fuqizoj Brikenën në këtë lojë dhe ta largoj atë nga Mateo, do me thënë ta përçaj këtë marrëdhënie. Dhe unë e shoh që Rogerti është duke luftuar që t'ja nxjerrën Brikenës në pa, ta bindën Brikenën që Mateo nuk ka dashuri për të, por thjesht po e përdor për lojë. Do me thënë, Brikena dhe Rogerti, nga nata e mbrëmshme, gjithë ditën sot janë marrë me njëri tjetrin. Tani ku qëndron gabimi i Brikenës? Sepse Brikena nuk arrin të logjikon që sa më shumë vëmendje i jep Rogertit, aq më shumë ja hap rrugët Rogertit për të debatuar. Do me thënë, Rogerti është lojtar strateg dhe jo më kot, në javën e fundit ndodh kjo gjë mes Rogertit dhe Brikenës. Dhe unë mendoj që Rogerti, kur do të vi prajmi i së shtunës, do t'ja thot Brikenës këtë gjë, nëse Mateo largohet dhe Brikena vendoset që të shkojë në finalen e madhe për datën 18. Unë mendoj që e gjitha kjo është një strategji e menduar bukur dhe Rogerti këtë gjë po e bën, do me thënë për të goditur Mateon, po e goditën në formë shumë interesante. Dhe asnjë nga banorët brenda në shtëpi nuk arrin dot ta kuptojnë që jashtë funksionon e kundërta. Nëse ti e godet një banorin brenda në shtëpi dhe ti ke një lloj antipatie të madhe jashtë, ai banori automatikisht do të fuqizohet, do të bëhet banori më i klikuar dhe ti në atë moment, domethënë atë e ke fuqizuar. Unë mendoj që Rogerti është duke përdor armët e fundit të vetat për t'u hakmarrur kundër drejt Mateo, sepse Rogerti Mateon nuk e do në finale dhe këtë gjë e ka thënë gjatë gjithë kohës në shtëpi. Në finale shkojmë ose unë ose ti. Dhe mendoj që në këtë pikë të lojës Rogerti do ta merr në finale Brikenën me vete. Dua të marr mendimin tuaj.